që marrëdhëniet tuaja me Albin Kurtin? Shiko, unë Ja. për hir vërtetën kam pas marrëdhënie me të gjithë, i kam pas shumë të mira. E thash unë, s'ka njeri marrëdhënie të këqija me ty, jo. Dhe kemi biseduar në mënyra nga më të ndryshme, zyrtare, formale, etj me radhë, kemi shkëmbyer mendime, por unë mendoj që në situatën e tanishme qeveria duhet të ishte sjell më mirë. Nuk mund të shkojë një vend me qeveri provizore. I ke çuar një mesazh Albinit? Edhe flasëm një herë shumë. Ja, i ke thënë, ore çfarë bën? S'ma do mendje. Por çështja ashtu që në këtë situatë që është, pavarësisht se ka një majorancë sunduese, Po? prapë nuk është e mjaftueshme për të zgjedhur presidentin e vendit. Dhe në qoftë se do të leheshte me datë 3-4 për diskutuar, kjo do të tregon që nuk është një hap serioz. Posti president është shumë i rëndësishëm. Kudo. Në njëri thotë honorifiket tjerë, jo është shumë i rëndësishëm. Është tepër i rëndësishëm. Shumë drejt. Tashti Kosova ka 2 probleme shumë të mëdha. Ka një qeveri provizore dhe një president provizor që për 20 ditë nuk do jetë. Qeveri provizore, president provizor, nuk shkon. Edhe serbët thonë, këto donim ne. Në mënyrë absolute. Pse se zgjidh Albin Kurti? Dhe çështja është që në qoftë se nuk mendohet që tani pa pritur vendimin e gjykatës kushtetuese do të jetë prapë vonë. Çfarë pasojësh mund të ketë? Pasojat do të ketë që jo thjesht financiare, po edhe kredibilitet e tjerë me radhë. Unë do uronja që të jetë një zgjidhje pa zgjedhje. Pa ripërsëritjen e zgjedhjeve. Të mos ketë zgjedhje të reja apo të ketë? Mos ketë zgjedhje të reja, të zgjidhet të jetë një afat edhe zgjidhet ky problem në bashkëpunim real. E ka të ngushtë me opozitën. Bashkëpunim me opozitën. Po e ka Albin Kurti shumë kokfort duket Po deri tani kjo ka munguar. Po pse e ka këtë? Ç'është kjo sjellje? Tani çështja është që kur ke një shumicë absolute, mendon që është shumë i fortë. Mos e hapat muhabet se edhe këtu në Shqipëri jo, nuk fola për Shqipërinë, nuk fola për aty. Jo, po kur ke, folëm parim pra. Po parimi edhe këtu në Shqipëri. Dhe çështja është që unë mendoj që kjo situatë kemi tani edhe 15 ditë maksimumi, po edhe 15 ditë. Nga fundi javës tjetër gjykata kushtetuese do shprehet. Dhe unë mendoj që edhe faktorët e tjerë politik duhet bisedojnë, se edhe opozita thotë çfarë thotë kjo, po edhe ato nuk kanë qenë Më falë, kthemi dhe një herë asaj të Iranit, sepse sot parlamenti miratoi me 79 vota pro dhe një abstenim një rezolutë që shpall Iranin si shtet sponsor të terrorizmit. Ishte një gjë normale kjo e kuvendit? Varet se si e kanë gjykuar, sepse nuk mund të gjykosh. Po pse? Në kështu po unë mendoj që është një protagonizëm i nevojshëm? Jo i nevojshëm. Jo i nevojshëm. Jo i nevojshëm. Sa kanë të bëjnë asetet diplomatike si ju, zoti Mingjozi, po su pyet njeri kanë për shkak. Ja, po domethënë ky është mendimi im. Ndoshta unë mund ta kem gabim, por duhet të jemi të kujdesshëm. Tani si njohës shumë i mirë Albin Kurti, më thuaj një cilësi shumë të mirë të tij dhe më thuaj edhe një cilësi shumë të keqe të tij. Albin Kurti ka cilësi mesatare. Shumë të mirë s'pas ka. Po, domethënë është një politikan me drejtëjet e veta, pozitive dhe negative. Dhe ajo pastaj që dhe ka pakun se pyetje që bëni ju, janë edhe zgjedhjet që bëhen. Se gjërat matën me votë. Shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Duhet tregohesh burrshteti, jo kryeministër i një magjorance të madhe. Foto tjetër. Tani vim te një çështje që ju e keni shumë për zemër edhe për arsye të punës që keni bërë. Ju keni qenë ambasadori i Shqipërisë në Danimark, një vend aq i bukur, aq i mirë. Unë kam qenë vetë atje dhe më ka mrekulluar, më ka manitur, por ajo që lidh sot situatën ndërkombëtare është Groenlanda. Në datën 24 mars mbahen zgjedhjet në Danimark. Tani presidenti Donald Trump tha që do e marrim Groenlandën. Për gjithë ata që na ndjekin, Groenlanda nuk është se është pjesë e shtetit Danimarkës, po është
në Pjesë e mbretërisë. e mbretërisë së Danimarkës, është ishulli më i madh në botë. Po. Dhe e menaxhon Danimarka. Trump thotë do ta marrim ne. Jo, tani të vim të Gronlanda s'ka pyje. absolutisht. As i pem. Absolutisht. Shumë njerëz që mendojnë që kjo domethënë do ta marrë Trumpi Grolandën, mendojnë se ka Gronlanda. Gronlanda ka një diçka, Çfarë ka? nuk ka asnjë fije bari. Po pas s'ka pem, s'ka gjelbrim fare. Gronlanda ka gjithsej rrugë vetëm 16 kilometra. 16 kilometra. Rrugë. Pastaj s'ka fare, Vetëm aku. vetëm akull. Tarësia e akullit shkon deri në 3 kilometra. Wow, 3 kilometra trashësi, Do më thënë, vetëm pjesa jugore Po? është si më e zbutur që kështu që mund të vizish. Andaj zbret fjala. Është absolutisht. Ju keni qenë ndonjëherë? Unë nuk kam qenë në Ishut Faroe. Në Faroe. Që i bie diku lart. Po. Domethënë poshtë, që është pak a shumë. Ishit Faroe, ju ishit ju rezident? Po jo, ishte Danimarka e ka Ishit Faroe. Ai ka Danimarka. I ka Danimarka, nuk janë shtet në vete. Nuk janë shtet në vete. Se nga që luajnë futboll në kampionat. Që kuptoj mirë kush është Danimarka. Danimarka ka gjithsej 175 deputet në parlament. 179. 2 janë nga Ishut Faroe dhe 2 janë nga Gronlanda. Pse ka Gronland 2, 2. Edhe 2 deputeti ka ato kanë dhe parlamentet e veta, të dyja këto, por ka 2 deputet që i ka parlamentit. Tani edhe Gronlanda, edhe Ishut Faroe kanë një qeveri lokale. Kanë një ministër të jashtëm, kaq. Domthon, ai ministri i jashtëm është një ministër i pushtetit. Sa banor ka Gronlanda? Ka 50.000 banor. 50.000 banor. Kaq ka edhe Ishut Faroe. Domthon, sa 21 vjetori. Po. Edhe ç'not, nga këto tashti 50.000 ja 6-7.000 janë danes që shkojnë atje. E janë danezë? Po janë danes. Tani Danimarka ka një lidhje shpirtërore historike me Gronlandën dhe asnjëherë nuk është menduar si një aset ekonomik. Nuk është menduar si aset. Absolut. Po çfarë resurse ka atje? Shiko, po të shikosh tash artikun, në artik janë të gjithë. Në vitet 40 të shekullit kaluar, Amerika pati një interes për të ngritur disa baza ushtarake atje. Dhe në bashkëpunim me qeverinë e Danimarkës në atë kohë, sa plotësisht dakord, hapni sa doni. U mendua që do hapeshin 17 unit, po është hap vetëm një. Vetëm një? Vetëm një. Ku është lartë? Domethënë diku afër Newkut, afër kësaj. Tani që të shkosh në Danimarkë, lëvizish në këtë territor, nga jugu deri në veri është 3000 kilometra. 3000. Po. Në 3000 kilometra akull. Të flasësh është interesa strategjike e jora, nafta është e pasur e tjerë, kështu do ta kishin zhvilluar. Çfarë bëri Trumpi? Do ta kishte zbuluar Danimarka vetë. Tashi për Danimarkën është një barë ekonomike, do të thonim. Është barë, ha? Patjetër. Prandaj që ishte kryeministri atje në parlament. Tashi çështja është 2 miliard euro është buxhet i alokuar që jepet një herësi. Pastaj kush është nga Gronlanda do shkojnë në Danimarkë, në universitet nuk do paguajë para. Kështu është, Po, absolutisht. Edhe burgje nuk ka Gronlanda. Nuk ka burgje. Burgje do i marrin, do i arrestojnë në Kopenhagen. Domthon kjo është Gronlanda që thonë e morë se shumë njerëz thonë gjithë ky ishull e pasuritë, fusin pastaj. Po për çfarë do Trumpi? Tani ai do, mendimi im, ai do të hapi dhe një hartë tu, thotë jam dhe këtu, thotë. Tashi ai përpara Gronlandës pa thënë do marr Kanadan, Panaman, në tjetër me radhë. Tani ka dalë lindja mesme, Gronlanda është shtyr pak. Bën çik kaotike kjo. Po tani si e menaxhuan danezët të çështje. Domthon danezët e kanë menaxhuar në mënyrë shumë e morën me sportivitet. Me sportivitet. Ajo qeshura e kryeministës u bë virale. Po. Dhe tjetra në mandatin e parë të Trumpit do vinte të diskutonte për këtë çështje, i tha për këtë çështje nuk ke pse vjen këtu. Politika e Danimarkës, politika e jashtme e Danimarkës është me shumë peshë, edhe në NATO edhe në Bashkimin Evropian etj me radhë. Se Danimarka është vendi i parë që ka hyrë në NATO, është vendi i parë që ka hyrë në Bashkimin Evropian dhe ka qenë një mësim edhe për vendet e tjera që janë më të mëdha, siç është Norvegjia dhe Suedia. Dhe gjithmonë kur bisedoj me miq, me shok, ti ore si është kjo puna e kësaj, nuk e merr dot.